Mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton I Pavarur. Është një emision I cili zhvillohet midis të Kryeministrisë së Republikës së Shqipërisë në zyrën e zotit Rama. E me vis, si Drama. Albania. Po, dramatik, një emision dramatik, le të themi. Unë e bëj këtë emision që ka viti largët 2020 pas se fillon pandemia dhe që nga periudhë vërtet mund të ketë ardhur si prurje, si blerje e Ismetit, avokati Erald Daga. Ama, buke vjetër, dy janë, unë edhe Kristiano Xhanari. Ja, Kristi në regji, pam, regjia e madhe sa kjo, që I kthen dhe I rregullon. Ç'kemi ande Kristi, ç'kemi nga kryeministria zoti Rama mirë është, ka qenë nga Dega Saranda, për midhja apo s'u shko akoma, nejse flasim pastaj mbrapa. Ç'kemi avokat, ç'bëhet ndaj gjë? Si po e ndjen fushatën kështu? Ua, fushata ka filluar fuqishëm, Aha. secila parti do marri nga 80 mandate, Aha. edhe nuk e dim se 140 vende ja. Ç'a bën? 140 vende janë, 100. 140 Po. vende janë parlament, 80 mandate merr secila Po. nga kampi. Herë 12 që janë aty. 10 Lul Basha pastaj I qanë. Luli I shumëzon. Po, neve para se të thellojmë në aktualitetin shqiptar, kam shumë dëshirë të merrem me aktualitetin shqiptar, por që është tepër I fokusuar te ky ndërkombëtar. Apo pak Kristiano ta shohin shqiptar të plot lajmi, shqiptarja.com, gazete e djathtë. Hap drejt shfuqizimit të shtetit kushtetues demokratik. Trump përballë gjykatave, analizet Deutsche Welle. Apo shkon SBA drejt autokracisë. Unë arrofshi Trumpin. Më falni që po e u them që kaq hapur. Unë arktohem shumë, do të kisha sikletë që kanë pasur 6 vitet e Bidenit, që na hyri thikan kockë dhe na rrotulloi, filloi me pandeminë, filloi me luftën, me rritjen e çmimeve, me mungesën e demokracisë këtu. Tani që është Trumpi, po fare nuk më plas edhe arktohem me gjëra të tilla, po jam duke parë me gaz të madh se si të majtët shqiptar, liberalët shqiptar dhe të gjithë kjo, tamam që I thotë Edi Rama Moçal, po faktikisht nuk e di që ndodhet e vetë aty brenda Edi Rama, janë të acaruar me Trumpin dhe vazhdojnë hedhin helm. Natyrisht që as nuk I pëlqet Donaldit në anën tjetër të botës, po këtu në Shqipëri hidhet ky helm, apo jo? Helmi është hedh, goxha, ai sa edhe mediat Fillon në referen Shqipërisë. Po këtu, po, referen Shqipërisë I marrin si lajme, se kanë marrë mediat edhe termin oligarki, tani ka kaluar oligarku Trump. Jore. Në SBA, po, që ka kap gjithë gjykatat, ndërkohë po ti kishe kap gjykatat, vendimet do ishin pro Trumpit, ndërkohë gjithë gjykatat në SBA po japin vendime kundër Trumpit, dhe çuditërisht ka rezultuar që këta gjyqtar janë përzgjedhur dhe janë financuar në fushatat e tyre nga administrata Biden apo George Soros. Po, të majtët nuk të falin këtu te pjesa e parimeve. Po. Te lekët, ato që kishte për Kërtinu Sajdi e këto tjerat, se pëlqeu shumë edhe ripostova, që ishin paguar miliona dollar për gjinin e minjve, duke bërë eksperimente për transgender, për këto budalliqet e tjera të botës. Edhe Trumpi është Jo demokrat, është autokrat. Është autokrat, ishte demokrat Biden që Është autokrat. jep të dorën hieve. Ky është autokrat sepse vendimet nuk I merr ky, I marrin gjykatat. Po. Është autokrat sepse emigrantët e palishëm ky do të bëjë kurse këtyre I vjen keq. I vjen keq është. Po. Prandaj është autokrat sepse I vjen keq edhe këtyre, se po më thoshte njëri, po ne jemi migrant vet. Po je ti valla, unë s'jam emigrant, unë nuk kam ikur nga Shqipëria, dhe kur kam ikur nga Shqipëria kam shkuar në radhë, në ambasadë, kam marrë vizën, kam shkuar jam kthyer sipas rregullave. Dhe po ti isha emigrant, do të kisha shkuar në atë vend dhe do isha përgjigjur kërkesave dhe kushtet të atyre vende. Por kemi shkuar me ndër kemi bërë kakën në mes qyteteve. Diun qytete ku kanë ngrënë pëllumbat, u zhdukën në qytetin italian, se merri dolorizë e bëkatorën me pëllumbat e Milanos. Dhe Trump, këtë që thotë, nuk është kundër emigracionit, se Amerika është ndërtuar në parimin e emigracionit, por emigracionit të strukturuar, pra ku ti nisesh merr letrat e gjitha, vjen si njeri të përgjigjet shteti amerikan dhe ti bëhesh shtetas amerikan. Jo kështu yrja-byrja, emigracioni I cili ka furnizuar fuqishëm me para dhe me krim, bandat kriminale që e kanë zhvilluar. Pastaj këto kanë infektuar qytetet dhe është një pjesë e Amerikës e pajetueshme. Dhe ky autokrati, shiko, unë do të tallem t'ju ngre nervat gjithë ju liberalëve që jeni të acaruar me Trumpin, se unë jam shumë I lumtur, sa më shumë të acaruar edhe nga këto gjëra që shkoni, them që ju dhëm, edhe them që Trump dhe fryma Trump të vazhdojë sa më gjatë e t'ja u liroj ato tëmat, sepse do kthejmë poshtë. Ash radha jon.
të lidhje prapë të autokracia, me që e kemi provu dhe këtu në Shqipëri gjatë kohës që në pandemisë, që gjykatat u mbyllën për edhe vendimet që u merrshin për ata që kundërshtonin gjobat ndaj pandemisë, apo edhe gjithë kohës nga 2020 deri tani, me spakun që funksiononte, gjykatat nuk ishin autokrate, ishin drejta, pavarësisht se e zbatonin ligjin keq. Ndërkohë tani, me rastin e Veliajt, që është i arrestuar në burg, gjykatat janë jo demokratike, janë autokrate, pa kur zbatohet ligji. Pandemi shkoi larg. Kemi autokraci. Ja filloi të veprojë spaku, se ka shirë Sali Berisha, ja më në fund drejtësia po vepron. Pse nuk vepron drejtësia dhe për 21 janarin, morni lirë metën. Qa keni? Do të veprojnë drejtësia. Drejtësia e kapur në Saliu. Prandaj, tani me Donald Trump kemi vëndëre që kur gjykatat japin mendime kundër Trumpit janë autokrate. Po. Dhe kuptime të mirë të fjalës me brisë të arroshit Trumpin, ka lejë qik tjetër. Jemi po të brenda njëtës fush, edhe pak do t'ju acaret gjithë ju liberalve, komunistëve, ka qiq, qa jeni që na keni qarë drasat nga 41 e këtej. Mësimi që po merë Donald Trump e i kosto shumë të lartë. Pra Donald Trump po merë mësim. Jo, mësimi po e merë bota. Bota morë një mësim të madh. Morë mësimi që në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dobësohen dhe dobësohen se i hyn korrupsioni nga brenda, ka keq bota. Jemi në prag, ose ishim në prag të një lufte të tretë botërore, cili Donald Trump e ka stopuar dhe presim ta neutralizoj. Sepse këtë krijuan liberalet atje, këtë krijuan agjendat anti-njeri. Ky bobi këtu ka agjendën familje, konservatore. Nuk i ri mirë cave, nuk i ri mirë edhe këtu në Shqipëri. Vazhdojnë, botojnë këto, mutoj të majtë, botojnë kështu gjërash. Mësimi që Donald Trump nuk merr mësim se është 80 vjeç. Jep mësim. Është mësimi që Donald Trumpi po i jep botës dhe Make America Great Again, doni s'doni, është një detyrim. Do t'jetë, bota do të ketë një të fuqishëm fare, të konsoliduar, dhe po e kthen siç ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe siç duhet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës që ikin kështu e futën konflikt të madh pranverën arabe. Futën konflikt të madh Izraelit dhe Gazën. Krijuar po në Iran, duke ndezur atë vatër, dhe ajo që ishte më të mërshme, Europa në luftë me Shtetet Bashkimin Sovjetik. Gati, Bashkimin Sovjetik. Me Rusinë. Mësimin them Trumpi e ka marrë, për tani. E ka marrë në 2020 kur humbi zgjedhjet. Kur i votën zgjedhjet. Kur ja votën zgjedhjet. Okej, kur ja votën zgjedhjet, aty mori mësim se pak cilët ishin korruptuarit partinë e vet, cilët ishin korruptuarit në gjykatë, me prokurorën, krahët vet, anët. Ora mbasën e brenda familjes vet, se cilët ishin pjesë e establishmentit. Kështu që Trumpi e ka marrë mësimin në 2020 dhe tani ka ardhur me libër. Me mësime të nxjerra. Për herë të dytë, u mirë juve. Ecë, s'ka kaluar 2 muaj. 2 muaj të kërë zbërë. Ja dhe 3 vite. 3 vite, të shkërë të juve, ecë. Ecë Trump! E kisha për Kristiano. Ashtë rave jo, Berisha, do të rave e Shqipërisë. Berisha të regonë se si e dëroj në arën shpije projektin Shqipëria madhështore. Nga njerëzit që numërojnë kafshatër, pika. E kam thënë, është me shumë rrezik të mbyllësh Berishën në shtëpi. Shumë, do të thënë, është një rrezik i madh për lirinë në Shqipëri. E kam për shoqen. Të kam detyruar të duroj doktorin 333 ditë. 333 ditë në shtëpi. Por doktori çfarë ka bërë? Punë s'kishte, gjë s'kishte. Ditën 1 orë për ajërim që flisnin njerëzit, dhe ka bërë projektin Shqipëria madhështore. Ese edhe sipër te taraca, bën të gjyra, sipër, mëngjes për mëngjes. Ka pas kamera që e jep. Po, një herë kanë kap kamerët. Pse je ka dalë? Jo, kur s'kishte të shfliste. Pastaj kur ka folur populli doktorit, pra doktori, programin e Partisë Demokratike e ka bërë në 333 ditë dënende që kanë ndendur i mbyllur. Ashtu si murgjëri që shkonin në përshpella dhe meditonin, murgjit budist flas.
Si Dalai Lama, si... Po kështu, pyti ekonomist, jurist, mjek, mjek është vetë, inxhinier, Prapi ka bërë me të pyetur, ka bërë me... buq, blektor, se 303 ditë vetëm, nuk mundosh një beka që ma. Baj si di vetë. Po prap 100 vetë ishën arre shtëpi si i pyti, se s'lejohej kontakti me njerëzit që të hynë. Jo, njerëzit që hyni, po ky lexonte. Po ky lexonte jashtë njerëzit e rroslisë, me ky e merr të bëjë, okay. Gjithsesi, është lajm i mirë që Berisha nuk e ka harxuar kohën kot. Bile njerëz të ndej si puna ime, për të lexojnë dhe shkruajnë. Edhe doktorit të gjë. Sa të lexoj ka shkruar programa Shqipëria matështore. Ec. Urdhë. Rama nga Gjirokastra kërkon votën demokratëve. Të japim mesazh Brukselit se duam të integrohemi në BE. Vetëm PS-ja realizon, mund ta bënte Luli, por e zë gjumi. Urdhëse ky ka batut, be thënë drejtën shërop gallat. Ramën lëren e fushat, bile shumë fushatë do të kishte shumë gallat, me humor. Shtjal i batutës ky. Edhe këtu Rama i kërkon votën demokratëve duket si shakapa. Është në kuadër natyrës shakagjesh të Edi Ramës. I cili programin e vet, se bira ai bëri 333 ditë Berisha, edhe çdo botë edhe ka shkruar në gjë. Ky 12 vite. Ky 12 vite gdhiet në mëngjes me sy, pastaj qytetit, pastaj më ndrekësh në Bruksel, pastaj këte, është shumë në lëvizje, edhe ka rënë shkurt. Unë jo fus në Europë. Shiko, unë, jo tjerët. Po s'më votuat mua, s'ka Europë. Është si ato prallët me Harry Potter që hapet një portal ndërgalaktik, hyn se ka çelsat ky. Po se kapen kohë, mbyll. Po. Ngele. Po që ka një pjesë të konsiderueshme shqiptarë që nuk e duan Bashkimin Evropian të integrohen Bashkimin në Evropian, sepse ka më shumë taksa. Ka gjë. Evidencime, po si? Po se ti shqiptar këtë gjë. Rama thotë demokratëve. Pa nuk është punë të majtë e djatë. Mjetë nevojë sa ty në Europë. Po për këto djarë për program. Pastaj, mbas 4 vjetëve mjetë prapë votën për ty në Europë. I dashur. Më falni për shpresë, ase dua s'do ta shoh me sy Edi Ramën. Me thënë të drejtë, me këtë që i ka bërë këtij vendi, me shpopullimin që i ka bërë Shqipërisë, me pasaportën europiane që i ka dhënë shqiptarëve, por pasi kanë ikur shqiptarët për Edi Ramës, s'do ta shoh me sy. Por gënjeshtra e madhe është pikërisht kjo. Europa nuk të fut se ka një kryeministrin. Europa përgjithsisht ka futur vendet pas një konsensusi të gjerë brenda vendit tyre. Dhe nuk asnjëherë Europa nuk do që të shohet demokracia, duke përdorur Europa si kaos që shoheni dallimet, shoheni demokracinë, shoheni pluralizmin, thjesht votoni si dele për njërin se ky ka çelësat e Europës. Si të bësh naftën e asaj Europës, nëse ne na fut Edi Rama në Europë. Apo jo. E në Europë ne do hyjmë se kemi merit. Në Europë do hyjmë se plotësojmë standardet, por jo se Edi Rama është shoku i Çavit në Bashkimin Evropian. Pikërisht për këtë doja të flisja për standardet. Para disa ditësh. Para disa ditësh, kur nisi fushatën për futjen e shqiptarëve, dhënien e pasaportës në BE, do futemi në BE etj. Doli vetë Këshilli i Evropës, pra Bashkimi Evropian, dhe i thanë që ki ngel në 2 kapituj. Po. Pra ka ngel akoma të 2 kapitujt e parë. Është mbyllur procedura për 2 kapitujt e parë për shkak se nuk i ka arrit standardet. Tani ne flasim për një drejtësi që s'ka standard, për një ekonomi që s'është e lirë, për kufijt që s'janë kontrollueshëm. Pra ka shumë standarde për demokracinë, për e marrë që në Bashkimin Evropian nuk ekziston as Bashkimi Evropian. Formalisht ekziston. Formalisht po them në vendimarrje. Nuk shkon me Loni të thoj atyre të krau tjetër, lere vaj bidonet partisë tyre, mirë më vonë. Jo, nuk i thot, po këtu s'ka opozitarizëm. Pra, në Bashkimin Evropian, në të gjitha standardet që ne nuk i kemi arritur, nuk futemi dot. Por edhe po të futemi, thash ka 2 forma. Para duhet marrësh konsensusin e 2/3 të Bashkimit Evropian që ti je antar, por mund bësh duhet panosh referendumin në Shqipëri. Pa, janë 2 sa fuska do të ky. Pastaj 2 vjedhëm nëse është problem. Po referendumi nuk vjedhë do, po vjedhëm zgjedhjes, po vjedhëm referendum. Po 2/3, një ka një mik, po 2/3. Mund të ketë 2/3 e miqve. Po ashtu, hajde futemi direkt, na kishë fut. Ky ka çelsa do. Ky e fut. Po i ku ky s'futeni. Tash me 2/3 që voton vendet e Bashkimit Evropian,
nuk ka shanse se nuk I ka aq miq Europa. Se Europa ka dhe standarde. Sa do mund të ketë lloj të korruptuar, sa do demokracia në Europë të jetë në rënje, pa duke dështuar me ngjarjet e fundit që shikojmë, sa do 2-3 janë shumë. Ka një standard që e kanë vendosur ata. E shahim në gjykatën e Strasburgut, sa do vendime politike që po merren edhe në gjykatën e Strasburgut, për shkak se mënyrë se si janë zgjedhur gjyqtarët nga fondacioni I Soros etj, por sado ka ca standarde që nuk është që ka njëri qeca dhe na hap dera për të futur. Po ka dhe koqë që mendoj që do bëj Shqipërinë me rrota këtu do të fusi kështu. Po kishin nga ata edhe që e kanë timonin. Që kanë timonin edhe heste. Sken të ndyrë që kanë parë dje. Banxhir çiko Kristi. Hape të plot, lutem. Urdo hape plot. Rama me të rinjtë e PD-s, bashkohemi te numri 5. Fusim Shqipërinë BE dhe pastaj shpërndahemi prapë. Shikoni këtu vëllezër edhe motra. Nuk kam unë se jam të PD-s, edhe kur kam ndodhur e kundërta, kur ka shkuar TPS-s tek LSI-ja ose tek PD-ja, kam patur të njëjtën e veri, po njeriu që do ta fusë në Europë, Edi Rama. Shikoni çfarë standardi promovon tek rinia. Standardin e tradhtisë. Natyrisht Shqipëri nuk e ka bërë Skënderbeu, ka bërë Hamza Kastrioti, e ka bërë Esat Pasha, e ka bërë gjithë tradhtarë, e ka bërë Luli. Orave, vetëm tradhtarët e ka bërë këtë vend. Edhe prandaj është kështu. Por nëse sot bëj kështu si burr shteti që ke edhe çelësat e Europës ti, që ta kalon Europa të vrimë ku do na fusësh ne, që ka fat kohor që mbyllet po zvotuar ty. Si mund ta provosh të detyrë? Rini, si mundet këta të kalojnë Ylberin, edhe dalin në krahun tjetër dhe ti t'jesh krenar me këtë gjë? Shumë e neveritshme, se nuk është ky modeli, nuk është modeli tradhtisë Europa. Këta mund të ishin aty, thoshin zotë kryeministër, ne do votojmë kundër teje, por të mbështesem tek projekti I Shqipërisë. Ta zë, megjithëse nuk ka nevojë. Edhe sikur të kishin ardhur, të kishin lutur, fistikëria një burr I shtetit do të ishte, shkoni ke partia juaj, faleminderit për mbështetje për Europën, secili ka bide dhe krahat e vet. I burr shteti që merret me Moçanin, që I kthe përgjigje atij budallaj tjetër që gjalla ai bën nëse do flasim edhe për atë tjetrin. E kështu, nga që më erdhi këtu me ndërjush për të vjedhur nga ç'po flisnim, me ç'po shohim çdo gjë, mund të me lejen tuaj të bëjmë një pauzë. Sot regjia? Në regjia. Cristiano? Okej.